Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, vëllezër të nderuar, motra të respektuara, vëlla i nderuar Esmerald, duke falendëruar Allahun Azza wa Jall, ai i cili na udhëzon në veprat e mira, me lejen e tij, me ndihmën e tij, me begatinë e tij, po vazhdojmë me mësimet në shkencën e tajwidit. Sot e kemi po ashtu një mësim të rëndësishëm, ku do të flasim për dispozitat e mimit me sukun. Do të kur vjen pas mimit me sukun, që është mimi statik, që nuk përmban as fetha, as damme, as kesra, do të thonë është pazanore, qysh duhet të lexohet, do të thonë ai mim, apo ajo që vjen pas. Këtu dietarët i kanë ndajtur në tre kategoria, sikurse që kemi trajtuar tek nuni sakin dhe tenwin. Këtu e kemi vetëm mimin sakin, se tenwini është me nun, do të thonë ndihet nuni, nuk ndihet mimi. Prandaj këtu e kemi, do të thonë mimin sakin dhe pastaj që vijnë germat që pasojnë, që janë mezanore. Që duhet të lexohen. Këtu i kanë ndajtur në tre kategori, kanë thonë e para është al-idgham ash-shafawi, edhe al-idgham ash-shafawi është idghami, do të thonë buzor, dhe gjithmonë kur e dëgjojnë tash këtë fjalën buzor, sepse germa mim del prej buzëve. Kategoria e dytë është al-ikhfa ash-shafawi, do të thonë ikhfaja që do ta trajtojmë po ashtu në veti, ajo që fshihet apo mbulohet diçka, ato do ta trajtojmë po ashtu, dhe kemi al-idhhar ash-shafawi. Kategoria e parë që tash me lejen Allah të zotërit do ta shpjegojmë është al-idgham ash-shafawi. E kanë qytë po ashtu al-idgham ash-shafawi al-mutamathilaini saghir. Pse al-mutamathilaini? Sepse do thon pas mimit, do thon me sukun, kur vjen mimi, do thon këtu është vetëm një germ, kur vjen mimi, duhet me marr, do thon menduni me marr mend, kur vjen mimi, pas mimit çka bëhet, shkrihet, bëhet do thon një shkrije në idgham i plot dhe shtrengohet. Do shtrengohet me shedde. Edhe ku po ashtu duhet respektohet tingulli hondor, el-ghunna. Do të thonë që e kemi po ashtu, e kemi drejtuar, do të thonë këtë term tek nuni sakin dhe tenwini. Do të thonë dispozitat e nunit sakin dhe tenwin, tash e kemi dispozitat e mimit sakin, mimit statik apo pa zëshëm, apo të pa theksuar, që është pa zanore, pa damme, pa kesra, pa fetha, kur vjen pastaj, do të thonë mimi, çfarë duhet të bëhet këto? Këto duhet të shkrihet totalisht, edhe të shtrengohet, edhe të respektohet tingulli hondor. Disa shembuj, edhe ju shikues të nderuar mos harroni që ti përsëritni këto shembuj me lejen Allah Azza wa Jall, që të jetë për juve sa më e dobishme, që të përfitoni sa më shumë. Shembulli i parë, këtu po e shohmi, wa minhum man, do të thonë shtrengohet edhe shkrihet në një. Do të thonë nuk lejohet të lexohet wa minhum man, por se lexohet wa minhum man. Edhe në Kur'an e gjeni se mbi mimin nuk shkruhet asgjë, ndërsa në germën e ardhshme çka po bëhet në mimin tjetër, po vendoset një teshtit, një shedde, një shtrengim. Do të thonë kjo është aludim për neve se është al-idgham ash-shafawi, që duhet do e mos të shtrengohet dhe të ruhet ghunne, tingulli hondor. Wa minhum man, shikoni, wa minhum man, po del prej hundës, do të thonë. Prandaj është shumë e rëndësishme, do të thonë të shkrihet wa minhum man. Wa minhum man. Dhe kjo shkon dy lëvizje, wa minhum man. Wa minhum man. Pastaj at'amahum min. A mundesh me më përsëritë atë? At'amahum min. Men apo min? Min. At'amahum min. At'amahum min. Po, edhe këtu keni mundësi ti ushtroni po ashtu edhe rregulla të tjera, si për shembull këtu e kemi tajën me sukun, cili rregull duhet të respektohet çdo? Shtrengim. E kemi rregullin e qalqales. Ata. Kemi thonë, qalqale, janë shkruajnë të qalqales që kemi në fillim, i kemi trajtu, janë qutbu jad. Këtu shumë të ky shembull, për shembull at'amahum min. A mundesh të përsërit? At'amahum min. Është edhe më rëndësi shikues të nderuar dhe ju të shqiptoni po ashtu edhe ajnin gjithmonë ta shqiptoni mirë, edhe mos të hyni në a, sepse
kemi kanë një prirje, domethënë sidomos tek ne, pasi që në gjuhën shqipe nuk kemi ajn të hynë në a, at'amahum. Për shembull është gabim. Duhet at'amahum min. A mundi të përsërit? Po. At'amahum min. Walakum ma kasabtum. Walakum ma kasabtum. Walakum ma kasabtum. Shtrëngoja të mimi. Walakum ma kasabtum. Walakum ma kasabtum. Tash e ke shqiptu shumë bukur, do të thonë te beja e ke shqiptu me kalkale. Do të thonë tingulli që duhet që të pason, do të thonë një farë zëri, jo as fetha, as dhamma diçka tjetër, porse tek ne që kemi, që kemi shpjeguar më herët, kasabtum, do të thonë kjo është shkallë e bukur e tajvidit, do të thonë. Wa amanahum min khawf. وآمنهم من خوف. Kjo është një rregull tjetër, domethënë që do ta trajtojmë me lejen e Allahut Azza wa Jall kur ta trajtojmë meddin apo zgjatimin. Tash e kemi këtu wa amanahum min, dhe jo shikues të nderuar që po shihni në ekran, këtë shembull, ky shembull është prej Kuranit famulart, përsëritni edhe ju. Ju lutem qeni aktiv në këto mësime, sepse kështu përfitojnë më shumti, që kam përsërit shumë herë dhe prapë po e përsëris, për shkak rëndësisë së kësaj gjëje. Një shembull tjetër e kemi këtu për shembull waraihim muhit. Waraihim muhit. Waraihim muhit. Waraihim muhit. Waraihim muhit. Muhit. Se këtu çka po bëjmë na këtu? Po e shkrim mimin tek mimi tjetër. Po. Kjo do të thonë shkronja identike. I kemi përmendur se tek shkronjat identike çka bëhet, do të thonë shkrihet totalisht. Këtu tash e kemi tek mimi i saktë më përshtatet, pasi që tek ky rregull, do të thonë që kanë dhënë al-idgham ash-shafawi, këtu duhet to e mos, do të thonë bëj një shkrirje totale. Waraihim muhit. Waraihim muhit. Edhe shtrëngimi duhet të respektohet dhe po ashtu zëri apo tingulli hundor. Waraihim muhit. Waraihim muhit. Shembulli tjetër, annahum mab'uthun. Annahum mab'uthun. Annahum mab'uthun. Shtrëngoje fort edhe respektoje tingullin hundor. Annahum mab'uthun. Annahum mab'uthun. Annahum shtrëngoje të nuni. Po annahum mab'uthun. Annahum mab'uthun. Jo mab'uthun, apo. Annahum mab'uthun. Shembulli i vështirë. أنهم مبعوثون. أنهم مبعوثون. ها؟ يو قبل. أنهم مبعوثون. Jo, unë shembull është me rëndësi të thuhet të dy fjalët, pasi që duhet të respektohet, të praktikohet ky rregull. Jo vetëm se mab'uthun, po annahum mab'uthun. Po shkrihet domethënë mimi. Annahum mab'uthun. Po vetëm se domethënë qalqalen është më mirë me shqiptu, më mirë duhet të shqiptohet mab'uthun, annahum mab'uthun. أنهم مبعوثون. أنهم مبعوثون. Po, ma mirë. Alam nakhluqkum min. Shiko, këtu tash për shembull, sa bukur kemi tash 3 rregulla që kemi mundësi me përsërit. Për shembull, alam nakhluqkum, këtu kemi thonë nakhluqkum, shihet kafi në kaf, kjo tek shkruajtja e parafërta e kemi përmendur këtë shembull. Nakhluqkum min. Shiko, nakhluqkum, pastaj shiko, e kemi nunin, pas nunit e kemi një mim, domethënë para ma. Kjo është domethënë rregulli i nun sakin dhe të nuinit. Ne kemi thonë që edhe aty domethënë shkrihet në mim. Këtu për shembull pas nunit, kur janë ma, e kemi rregullin e tjetër
që se nuni sakin, pas nuni sakin çka vjen? Do të thonë po vjen mim, rregullin tjetër që kemi trajtuar veç tek nuni sakin dhe tenuin, që duhet të shkrihet. Prandaj këtu kemi mundësi tash të ushtrojmë 3 rregulla. Alam nakhluqukum min ma, tash nakhluqukum min, nëse ndajmë alam nakhluqukum min, këtu është, do të thonë idgham, el-idgham el-shafawi, do të thonë pas mimit sakin, se pas mimit sakin vjen një mim i zëshëm apo i theksuar, edhe prandaj duhet të shkrihet. Lutem përsërite, nakhluqukum min. Nakhluqukum min. Nakhluqukum min. Nakhluqukum min. Po, nëse vazhdon mim ma'in, amo këtu, do të thonë nëse ndalesh alam nakhluqukum min. Te kjo mësemo është kjo pjesë me rëndësi. Lahum min. Lahum min. Po, apo për shembull, anbatakum min. Anbatakum min. Anbatakum min. عليكم مدرارا. عليكم مدرارا. عليكم مدرارا. هم من. pastaj عذاب ربهم مشفقون. عذاب ربهم مشفقون. Po, mimin, do të thonë e shtrengon totalisht, e shkrin dhe e shtrengon totalisht. Këto mendoj mjaftojnë si shembuj nga Kurani famullar. Edhe ju shikues të nderuar, kur lexoni Kur'an, kur të vini pas një mimit që është me sukun, me një mim tjetër që është me fetha, atëherë e dini se është el-idgham el-shafawi dhe duhet të shkrihet totalisht. Do të thonë nuk lejohet të lexohet për shembull min maghramin, porse mim maghramin. Apo edhe shembuj tjerë që i përmendëm. Prandaj ky ishte el-idgham el-shafawi. Herën e ardhshme, mësimin e ardhshëm do ta trajtojmë kategorinë tjetër që është el-ikhfa el-shafawi. Deri atëherë ju lë në përkujdesin e Allahut azza wa jall. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.